6 subjekte në Vlorë janë evidentuar deri më tani që kanë patur në ambientet e tyre dhe kanë tregtuar për klientët pulë me salmonel. Këto subjekte janë evidentuar nga kontrollet e kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë. Të evidentuara si subjekte që kanë patur sasi të konsiderueshme të pulave me salmonel kanë qenë disa prej tyre në markete, por nuk kanë munguar as në restorante, të cilat si klient kanë allkën e fundit. Por Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë hesht përballë këtij skandali. Televizioni 6+1 Vlora shkoi këtë të martë pranë këtij institucioni për të kontaktuar drejtorin e ri të komanduar Paulo Arapi, por ky i fundit nuk ka dënjuar jo vetëm të pres grupin e xhirimit, por as nuk i është përgjigjur në telefon, edhe pse janë bërë disa telefonata. Duket se drejtori i ri i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë as nuk është informuar dhe as nuk e ka haberin të situatës alarmante për sa i përket sigurisë ushqimore në Vlorë. Edhe pse thuhet jo zyrtarisht se është tërhequr nga tregu mishi i pulës me salmonel, gjithsesi ai mund të jetë konsumuar nga qytetarët dhe për këtë fakt institucionet, kryesisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Vlorë është përgjegjësi kryesor, i cili deri më tani po hesht dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që një institucion shtetëror të mos dalë përpara mediave e për të mos njoftuar qytetarët, aq më tepër kur kemi të bëjmë me sigurinë ushqimore dhe rrezikun që i kanoset jetës. Mishi i pulës me salmonel mund të ketë shkuar edhe në fast foodet pranë shkollave në qytetin e Vlorës, por kush mban përgjegjësi nëse do të ketë helmime ushqimore tek nxënësit, tek fëmijët e qytetit të Vlorës, ndërkohë që drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Paulo Arapi, hesht dhe nuk dënjon të përgjigjet mediave as në telefon. Televizioni 6+1 Vlora ka zbuluar se janë 6 subjekte private të evidentuara, të cilat e kanë tregtuar sasinë e pulës që ka rezultuar me salmonel, ndërsa mësohet se janë marrë masa administrative, por kjo ka ndodhur shumë vonë, në një kohë që nuk duhet ishte lejuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit që të hynte në treg e më pas të konsumohej nga qytetarët. Në ditët në vijim pritet që të ketë ndoshta zhvillime të reja nga ky skandal, ku mund të shfaqen edhe rastet e para të helmimit dhe që mund të paraqiten në institucionet shëndetësore për të marrë ndihmën mjekësore. Urojmë që të mos ndodhë kështu, por në një kohë kur Autoriteti Kombëtar i Ushqimit hesht dhe nuk ushtron kontrolle duke mos zbatuar detyrat, raste të tilla mund të kemi. Specialistët thonë se salmonela është mjaft e rrezikshme për jetën dhe ajo vendos kryesisht në rrezik të moshuarit dhe fëmijët.